gjykatët. Po s'po merremi me këtë pjesë, po merremi me faktin që pse ka kaq vështirë Edi Rama ta shkarkoj Belinda Ballukun dhe ta zëvendësoj me dikë tjetër. Një sekond, jo, mos shko, se aty është loja, më dëgjoj mua. Nuk është çështje loja, më. Çështja është që ky është thelbi. Shiko, Bardhi duhet ta shikojmë pak ndryshe. Në Kosovë nuk ke qeveri. Po le më Kosova është shembull i tjetër. Kosova s'ka lidhje fare me Kosovën. Mua, nuk duhet ne të bihemi viktim e lojës që po pastrojmë korrupsionin, ndërkohë Kosova është në rrezik. Po le më Kosova do merrem në ditë tjetër, po të merremi me pjesën ku kaq vështirë ka Edi Rama që ta shkarkoj Belinda Ballukun. Më dëgjoj pak. Shqipëria nuk është e vetme në Ballkan. Kaq po të. Po s'do jemi në çështje gjeopolitike tani, e kupton? Jo, po për një sekond, spaku nga kush u bë? Nga të huajt, kështu kanë thënë politikanët shqiptarë. Pra, unë them që spaku ndikohet nga të huajt, jam dakord. Pse? Sepse është fakt konkret që edhe populli shqiptar e pranon. Shko thuaj ti Bardhi, unë shqiptari Bardhi, dua të bëj një ndryshim për shembull tek sistemi zgjedhor, sistemi juridik. Populli do të marrë çfarë do të ky do bëj ky. Ku di ky më thot? Kur dalin të huaj që vi me kostum këtu dhe se kanë bën çfarë ndodh në Shqipëri, vjen thot 2-3 budalliqe ai, e marrin këta fakt të kryer dhe e bën këta fakt. Pra, dua të spostojmë pak atë që flasin të tjerë dhe thonë, po nuk e pezulluan ajo prish prova. Arrestoje zotëri. Jem dakord tani këtu Bardhi. Arrestoje. Po, pse nuk e arrestoj përderisa e kanë shpallur pandeur? Po pse arrestove Ilir Metën ti? Pse arrestove Erion Velin ti? Pse arrestove Ilir Beqën ti? Pse arrestove Ahmetën ti dhe këtë azilant dhe mirë bën atë gjë. Azilant, ai tjetri që është Lefter Koka, sa e arrestojnë për një çarator, 20 herë për një çarator. Kupton vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Të arrestojnë 20 herë për një çarator, kupton? Pse ti ndodh? Pse ndodh kjo gjë? Ja më thuaj ti mua. Pra, ti ke frikë shkosh të kërkosh autorizim tek parlamenti ku kjo ka deputetët e sajt? Lind pyetja. Po zoti Rama nuk ka vullnet ta shkarkoj. Ti pse nuk ke guximin si prokurori e pavarur e panshme, lare lavazhierë tani? Pse në këtë rast? Dëgjoj tani këtë rast që ti themi qytetar toj. Kur Gylseni dilte për Ilirin, për Sali Berishën, për Sajmir Tahir, për Jon Velia, për Zumin Pafasi, për gjithë këta kështu, thonë qeni njëri qenë tjetrit. Mirë. Por blind pyetja, po ata analistët që dilshin edhe thoshin gëzuar për Sali Berishën që arrestuan e proceduan, për Ilir Metën që arrestuan e proceduar, dhe tani për rastin e Erion Velis dhe Ballukut fillojnë edhe kanë ndryshuar pllakën, po jo spaku kështu, po jo ashtu, po partia, po kjo, po ajo. Po pse kanë ndryshuar këto analistë? Këtë duhet i thoni popullit ton. Mos shkoni po nuk është thelbi, a do të shkatroj provat. Se të them unë një gjë ty më vlla. Më jep mua porosi dhe më thot, shkatroj provat. E kap do ti? E kap si fakt vlla. Nuk e kap dot, se ma dha porosin. Ku e di ti që më ka thënë mua, shkatroj provat, se shkatrimi provave ka edhe mënyra të ndryshme. Thot, Balluku, ti shkatroj provat dhe gjeneroj. Ajo punën e qetër. Nga do ta di spaku për shemb. Nga do ta di që dikush tjetër, ndërkohë që ajo është jashtë, i shkatron provat për interesin e saj. E kupton që jemi në një lojë. Dhe te kjo lojë nuk dua të çoj ty. Dhe unë prandaj po të them, po çfarë po luhet konkretisht atëherë? Çfarë po luhet konkretisht? Po luhet që në sy të popullit të ekzistojë skenari që thuhet qartazi. Se si duhet goditur reforma sepse arrita kulmin, dhe kush është kulmi? Goditja opozitës. Saliu, Iliri. Goditja e partisë. Erion Veliaj, më i forti brenda partisë. Ky quhet kulmi politik. Dhe çfarë është tjetër? Pra ju thoni se është çdo gjë e dirigjuar nga Edi Rama. 11 maj çfarë është? 83 mandate. Në një vend demokratik, në një vend me zhvillim, Franca, Gjermania këto, kaq të hajdut ose kaq të pandeur të merren nga qeveria, kjo qeveri do të ishte në këmbë, të paktën do të ishte një qeveri teknike apo do të ishte me një qeveri koalicionesh.
Po ka popullin trim dhe liri dashur si e mba në këmbë. Zoti Dumani çfarë bëri? Atë që e donte Partia Socialiste, partia e tij, 83 mandate. Zoti Dumani ja arriti me sukses. Pra, e kuptoni kush është loja. Ju lutem, mos u përqendroni tek procedimi penal. Nuk na intereson a është hajdu tjetri apo jo, sepse Spaku nuk dënon. Shqiptarët mendojnë që Spaku dënon. Gjyqësori duhet të dënojë, po duhet të jetë sipas standardeve dhe jo sipas mentalitetit apo kushtetutës së 1944. Prandaj ju them që ju duhet të kuptoni këtë gjë, nderuar. Nuk është thelbi a ka prova apo jo, apo do prish prova apo jo. Nuk është thelbi a e mbas Zoti Rama në krah apo nuk e mba. Nuk ka rëndësi. Por e thelbi është që Rama e mban dhe e mbron për faktin se rrezikon edhe vet. Dëgjoj mua tani, do të them diçka që të kuptosh. Nuk ka të bëja rrezikohet vet, sepse Zoti Rama aktualisht është i blinduar politikisht edhe juridikisht. Së në rast se Zotin Rama do ta arrestojnë, duhet të marrin autorizim nga kuvendi. Kuvendi nuk i jep autorizimin. Menjëherë prokurori duhet të lirojë Zotin Rama nga paraburgimi, pra nga dalimi për të arrestuar. Pra, në këtë situatë jemi në kushtet e asaj që ne themi të aspektit politik dhe juridik, që Spaku nuk e ka guximin ta bëjë këtë, sepse krijohet një vakum ligjor, kushtetues dhe institucional për Zotin Rama. Po në rast se të ishim me një kryeministër tjetër, përsëri do të kishim një vakum institucional. Prandaj, nderuar, duhet kuptojmë qartazi. A jemi në parametrat e një drejtësie që është brenda kuadrit kushtetues, apo jemi në parametrat e një drejtësie e cila vjen me manualin e 1944-ën? Unë mendoj kjo e dyta, inshallah gabofsha, sepse dua të gaboj, por është e pamundur për mua të pranoj arrestimin e Sali Berishës në mënyrë të padrejtë pa marrë miratimin e kuvendit. Procedimin e Zotit Meta dhe arrestimin në kushtet të flagrans, thot ajo, po në kushtet e arrestës në kuptimin shkeleve të normave ligjore dhe të drejtave të njeriut. Arrestimi i Zotit Veliaj, aratisja e Zotit Ahmetaj dhe kjo e fundit që është zonja Balluku, për mua tregojnë që kjo nuk përbën drejtësi, po përbën manuali 1944-ës, sepse pikrisht pra ju po thoni se ju po nga koha e komunizmit, zotri, nuk vjen ata demokratë. Ju po thoni se kemi një drejtësi të reformuar e cila menaxhohet nga politika. Po normal, pse e kam hequr nga dyshimi këtë që nga politika drejtohet drejtësia. Kur themi nga politika, e kemi fjalën nga qeveria dhe pushteti dhe vetë Edi Rama. Po politika këtë nuk kupton, po ka edhe politika të tjera të cilët janë më të egra dhe më të forta, po nuk është momenti sepse duhet pak kohë të kuptojmë edhe rastin e Kosovës, prandaj po e lidh me Kosovën. Po një moment tjetër do ta diskutojmë. Por ju duhet kuptoni që qytetarët shqiptar janë në një situatë konfuze, sepse në të njëjtën kohë partia e tyre inkurajoi Spakun të arrestojnë Zotin Meta dhe Zotin Berisha, dhe nga ana tjetër me arrestimin e Zotit Veliaj dhe procedimin e zonjës Balluku, Partia Socialiste dhe socialistët janë tani në pikpyetje. Dhe do të vinë në atë që unë kam thënë në të shkuarën dhe jam kritikuar dhe falenderoj sepse më kanë kritikuar dhe unë ja kthej tani kritikat, edhe ju them që manuali funksionoi duke u marrë viktim juve. Pse? Se të mendoni që drejtësia me të vërtet po jep frutat e saj dhe një drejtësi që ka e pavarur. Pse? Sepse kur flaka nuk të vjen ty, shkon atë tjetrit, ti gëzohesh. Kur të vjen ty, kërkon ujin dhe tubin dhe ti kërkon zjarr fikse. Po çat vi kur ai s'ka ujë as tub, si do ta shuj flakën? Pra do digjesh. Dhe i bën që aktualisht
ata të cilët zotri janë ndjekur, janë ata të cilët kanë bërë lavazh spakut dhe drejtësisë së re. Dhe sot zoti Rama është nga ata të cilët para një muaj thoshte të tjera, pas një muaj thë po të tjera. Më shkurt thoshte ja dhash spadën Altin Dumanit. Tani më fal, kush e ka në spakat e spatën që ta kuptojmë kush e ka marrë si e ka marrë? Zoti Brao, zoti Xholi, kush? Dhe çfarë ka ndodhur gjatë rrugës që u prisje të ishte një grua drejtuese dhe janë prishur marrëveshjet në mes të rrugës. Prandaj, ajo që unë po ju them është kjo, shumë e thjeshtë nderuar. Duhet kuptojmë qartazë. Ne si shoqëri kërkojmë spakun organetues apo e kërkojmë spakun t'i japim atributet e gjyqësorit dhe të denojë? Sepse në rast se ne themi që spaku është prokurori, në konceptin ton dhe perceptimin ton e quajmë gjyqësor. Pra, dhuri pra nga spaku, mbaroi puna. Si puna e gëllç. Brenda konvertohet masa sigurisë si mas dënimi dhe jo s'para ndalimit të provave. Se kështu janë halabakët. Po, koncepti popullor ai është. Masa siguri quhen halabak dhe nuk quhen gjyqtar. Pra quhen pengmarrës, janë marrë peng dhe quhen halabak. Pra ai që të dënon ty nga masa sigurisë që është për gjëra të tjera, që të parandalosh një krim, prandaj quhet masa sigurisë. Pra, në rast se unë ty të larg qoftë, vras unë dikë, më kupton? Çfarë ndodh masa sigurisë? Të arrestoj për dy efekte. Që vras, pra, një që ti mos të ekspozohesh që nga ana e familjes atij të vrasin ty, sepse duhet të ruajt në të njëjtën kohë edhe ty. Dhe ana tjetër është që ti për shkak të vrasjes që bëre dhe dyshosh, mos shkosh të vrasësh të tjerë sepse mund të ketë ndonjë gjë tjetër që prokuroria nuk e ka akoma si fakt konkret që të kuptojë që ç'a ka ndodhur. Dhe prandaj merret masa ndaluese duke me këto kritere. Po këtu te ne kemi bërë spagove energjinë elektrike në burg, vrave po shkatove në Rinas, rri lirë. E kuptove si është situata në Shqipëri? Kjo është situata në Shqipëri. Të mbetemi te pjesa, po. E kuptoj. Sepse kemi plasur duke thënë masa arrest në burg është skandaloze sepse këta halabakët fusin në burg njerëz të pafajshëm. Dhe përveç se fusin njerëz të pafajshëm, i cenohet prezumimi pafajësisë. Dhe këto janë halabak të reformës në drejtësi. Tani, ekziston reformë në drejtësi nga 20.000 dosje shkoi 200.000 dosje. Duke u kënaqur ne për korrupsionin, që korrupsioni sot është më i sofistikuar të sistemi i drejtësisë. Mund të japim përgjigjen a njëri në mënyrë të logjikshëm flasë, se emocion ta jap unë të logjikën si të mendosh shpirti. Në mënyrë të logjikshëm dua. Se kjo është për të ulëritur, që të bën ti statistik ty, sepse është i paaft, i pa zot.